Unë nuk kam qenë prezent, por ama prezent në këtë sallë, në këtë vend. Kanë qenë edhe 7 vetë atje. Kush janë ata? 7 persona të tjerë. Le ti thot Samil Ushtaku. A ka qenë baba ju atë? Jo, nuk ka qenë. Le ti thot Samil Ushtaku. Kjo është hera e parë. Ka qenë Thoçi këta, ish presidenti? Jo, pra jo, tha që nuk ka qenë në moment. Po ka qenë Kadri Veseli. Po Kadri Veseli nuk mund të flasë sepse ndodhet diku tjetër, po Samil Ushtaku është gjallë dhe mund ta thotë. Kurse propozimin e dytë i është bërë kur ka qenë në Kleçk, në shtabin e përgjithshëm në Kleçk, në dhjetor, atje propozimin e ka bërë La Ibrahimaj. La Ibrahimaj. Po. I ka thonë vesh edhe nuk o vesh. Po. Kjo është deklaratë e saktë. Kjo është deklaratë e saktë. Të dy personat janë gjallë dhe të dy personat mund t'i pyesin dhe mund të thonë, nëse unë gënjej. Pra juve mund ta pyesni, ka gënjur Dritani apo s'ka gënjur Dritani? Pra kaq shumë e thjeshtë. Po shumë e thjeshtë, po. Kaq është. Nuk e besoj djali i komandant Shpendit, nëse s'ka bëj apo. A ka pas në Shpendi Delaveri? Jo, shpëtim. Shpëtim golem. Nuk besoj që djali i komandant Shpëtimit gëzon me gënjej. Jo, nuk, unë them që nuk po gënjej. Personat janë gjallë dhe mund të dalmi tek ti, po pse nuk guxon me vizitu Kosovën? Se unë e di që e do shumë ti. Shko, unë nuk vi dot në Kosovë për arsye se jam person në kërkim nga gjykata e Hagë, nga kjo gjykata e Kosovës që ndodhen në Hagë, se po i themi gjykata e Hagës, gjykata e Hagës, është gjykata e Hagës. Është gjykata e Kosovës që ndodhen në Hagë. Akuzohem për të njëjtën vepër që akuzohet edhe Hashim Thaçi pra për dëmtim të drejtësisë, nxjerrje të pengim drejtësisë, këto budalliqet e tyre, pra. A ke zbulu në dëshmitar, se unë e di që ke thonë që ka njerëz që janë marrë jo, ata nuk janë dëshmitarë, unë i kam akuzuar, nuk kam, sepse këtu qëndron problemi. Problemi thonë që ata më akuzojnë se unë kam nxjerrë emrat e dëshmitarëve, ndërkohë që unë nuk kam nxjerrë emrat e dëshmitarëve. Ata nuk janë dëshmitarë, unë i kam akuzuar për dëshmitar të rrem, për dëshmi të rreme. Pra unë kam bërë akuzë publike që këta njerëz janë dëshmitar të rrem. Pra është ndryshe ti je dëshmitar dhe nxjerrësh emrin e një dëshmitari, është ndryshe ta akuzosh dikë për dëshmi të rreme. Kush janë dëshmitarë? Unë kam akuzuar 6 persona që janë dëshmitar të rrem në procesin gjyqësor ndaj Sali Mustafës. Sali Mustafa është akuzuar me dëshmi të rreme. Njëjta gjë është akuzuar me dëshmi të rreme edhe Pjetër Shala, edhe emrat e tyre të Pjetër Shalës dhe të familjes, ata janë një familje që e akuzojnë Pjetër Shalën. Edhe ata i kam deklaruar, pa i kam thënë. Pra këta janë 2 persona që për momentin është e vërtetuar që janë akuzuar me dëshmi të rreme. Edhe pjesa më e madhe, edhe dëshmitë të tjera që janë në procesin tjetër ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Bas Jakub, janë totalisht të rreme, janë prralla. Pra janë të rreme për arsye se ti i ka akuzuar këta persona për diku të rreth mbi 150 serb të vrarë ose të humbur ose të zgjuar. Ndërkohë që dëshmitë e familjarëve të tyre serbe thonë që kur vinë në proces thonë që fëmijët e tyre, burrat e tyre, baballarët e tyre kanë qenë paramilitar, pra kanë qenë veshur. Në momentin që ti je paramilitar, atëherë këto dëshmi nuk kanë punë në këtë proces, sepse ti e ka akuzuar për krime lufte, të vrasësh një ushtarak, nuk është krim lufte. Krim lufte është vrasje një civil, pra këtu në këto mes kemi vrasje të civilëve. Kemi vrasje të ushtarakëve. Absolutisht, po paramilitarëve. Po. Ç'pun kanë ata në këtë proces? Çdo njeri kishte vrarë paramilitar. Edhe sa të morë praktikë shtëpisë. Absolutisht. Pra kjo është problemi. Dhe pastaj thon drejtësi, këtu s'ka çështje drejtësie më. Çka mendoni ju, a do të lirohen ata? Unë uroj që të lirohen, po kjo drejtësia e këtyre, kjo drejtësia e mbrapsht e këtyre ndërkombëtarëve, unë nuk një mendim thotë që një pjesë do të lirojnë, një pjesë do t'i mbajnë në shkallë të parë, pastaj në kur shkojnë në shkallë të dytë mund të lirohen. Cilat do të lirohen sipas teje? Mendimi jot? Unë mendoj që ata do të lirojnë Kadri Veselin dhe Recep Selimin në shkallë të parë dhe pastaj Baca Jakub edhe Hashimi e fitojnë në shkallë të dytë dhe lirohen. A e ish presidentin Thaçi përsëri në politikë Kosovë? Unë do të doja që të kthehej. Nga disa deklarata dhe nga disa intervista që ka dhënë në fund, kam parë një stepje të tij që nuk do të përzihet më në këtë. Por ama unë do të thosha që i duhet Kosovë sigurisht. Duhet të kthehet sepse ka një karizëm, ka një ashtu mund ta bëj bashkë opozitën e cila është bërë pikë 5. Pra le ta themi, opozita në Kosovë është secila është pikë 5, secila në sabletit kanë fundur duar në xhep edhe po rrin me duar në xhepa. Pajtuna plotësisht. Të rish me duar në xhepa, në opozitë nuk është opozitë. Është sehirlik. Pra hajde dalim dhe bëjmë sehirlik. O bo paterice e pushtetit? Po nuk do të thosha paterice e pushtetit, po pushteti është duke shfrytzuar këtë sehirlikun e tyre. Të paaftësinë e tyre për të bashkuar, të paaftësinë e tyre mungesën e karizmës, mungesën e një individi, një personi që t'i bëj bashkë për një luftë politike. Pra, problemi është një luftë politike, por një luftë politike jo si kjo që bën Albin Kurti, kjo nuk është luftë politike. Luftë politike me to akuza unë në fillim
kur filloi procesi politik në Kosovë pas luftës, pra në 10-15 vitet e para, ka qenë një proces politik i ëmbël, i këndshëm që ishte shembull për pjesën tjetër shqiptarëve. Që si bëhet politika në Kosovë, pra normalisht me ato akute, po pa akuzat të cilat, pa sharje, pa fyrje, pa denigrime, pa këto gjërat dhe edhe procesi zgjedhor ishte i këndshëm. Tash jena po mazizit e juve. Tash juve na keni kopjuar neve dhe kjo është. Jo mazi. Nga njëra anë vërteton që jemi një popull, një komb, pra nuk ekziston kombi kosovar, këto prallat e kombit kosovar nuk ekzistojnë. Nuk pajtohesh me Xhbeten Spahil që thotë kombi kosovar? Jo, nuk pajtom se nuk ka komb kosovar, sepse komsia e thot Fanoli nga një shprehje pra. Unë jam me Fanolin dhe jo me Nexhmedin ose me gë tjetër.